Policia finalizoi gjatë fundjavës që lan pas operacionin policor të koduar Varkëtari, duke vënë në pranga një 29 vjeçar nga Puka, i cili transportoi me vark drejt Tropojës drogë, eksploziv dhe municion luftarak me qëllim që ta trafikonte drejt Kosovës. Në operacion u sekuestruan 1.2 kg lëndë narkotike, kanabis, 405 gram tritol, 51 kapsola detonatore, 5 metër fitil, zjarr përcjellës, municion luftarak si edhe një sasi lekësh. Shërbimet e detorisë vendore të policisë Kukës në bashkëpunim me shërbimet e komisariatit të policisë Tropojë dhe me mbështetjen e shërbimeve të forcave të posaçme Shqiponia, bazuar në informacionet e siguruar në rrugë operative se një shtetas do të transportonte drejt Kosovës një sasi lëndë narkotike dhe lëndë eksplozive, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Varkëtari. Si rezultati i këtij operacioni u arrestuar në flagrancë një 29 vjeçar banues në Pukë. Ky shtetas u kap në flagrancë nga shërbimet e policisë në fshatin Dushaj të Tropojës, duke lëvizur me automjetin tip Volkswagen, në të cilën kishte fshirur në brendësi të bagazhit lëndë narkotike, eksplozive dhe municion luftarak, të cilat dyshohen se i kishte transportuar me vark nëpërmjet liçenit të Komanit nga fshati Aprip Puk deri në Tropojë, ku kishte parkuar automjetin me qëllim shmangjen e kontrollit të policisë. Në bashkëpunim me prokurorinë dhe me homologët e Kosovës, vjen puna për zbardhjen dhe dokumentimin e plot ligjor të këtij rasti, me qëllim identifikimin dhe kapjen e personit që do t'i blinte në Kosovë. Materialet procedurale i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme.